Jo vetëm unë e ty, po besoj të gjithë të në studio, po pajtohemi që Albin Kurti ka ndryshu strategji, po as unë, as tjerës po pajtohëna me ty, unë të paktën me ty, që Albin Kurti është duke e përdor këtë strategji se e ka brengën që kur ti fiton zgjedhjet apo i vjen dikush në koalicion as pi vjen. Albin Kurti e ka ndryshu këtë strategji për me fitu sa ma shumë zgjedhjet në rezultat sa ma të mirë me dojnë të zgjedhjet. E mas nej, a ka me shku në koalicion, a ka me marrë dikon në koalicion ajo nuk e di se si ka me ndodhë, po unë e besoj që mundet me qenë në funksion të asaj që Albin Kurti edhe në momentin kur blokohemi edhe këto zgjedhje nuk sjellin qeveri, në zgjedhjet kur vjen të pranverës, kur ka me u zgjedh edhe presidenti, me i fajsu... Që tu po të regoj që mu zgjedhje s'ka me pas. 2026 do tjetë i vobeket nga procesit zgjedhore. Me i fajsu partit opozitare që kësaj herë nuk kesh i ashpër me tas, kesh i ashpër as me media, kesh bashkëpunu se në fushat elektorale, po këta janë bo prap bashkë se janë bo bashkë më ti, se LDK-ja do me shku me PDK-n që ka narrativën, që ka pas të kalume në mënej që ka me pas. Anonimiziteti... Ka me shku me PDK, nuk dojnë me lëvizin vetëvendosje dhe hajde shkojmë në zgjedhjet e pranverës, edhe ju që doni me me votu. Unë e po menoj që ka me pas zgjedhje, ti po thu që jo... Jo që s'ka zgjedhje. Ka qeveri edhe ato të fort, bile. Vazhdojmë. Pa i tash të gjithë e dim që një parti opozitare ka një disponim që me shku se këtu është fatkeqësia të partitë opozitare, cilat nuk po menojnë as njona me dale para dhe s'kanë bo strategji, janë të pa fuqishme. Do më thonë edhe ti pajtosh me titullin e rëmojës. E shohim plotësinë e tyne që se cilla po garon për vend dytë, bile menoj që ka parti që janë të kanë besim që as vendin e dytë nuk mujnë, janë të akomodume në vendin e tretë, mas nej pi vendin e tretë nështë me hynë qeveri, me lëvizin vetëvendosje, po nuk varet për tyne, varet për lëvizjes vetëvendosje, se lëvizja vetëvendosje as në zgjedhjet e nënshkurtit nuk i ka bo ofert sinqert lidhjes demokratike të Kosovës. Sigur ajo ofert kishtë qenë sinqert, na kishim pas qeveri. LDK-ja ka qenë e gatshme tek e fundit me qenë... Ekmeti Bajrami ka shpigu qartë, nuk ka qenë interesuar me Albinin. Publike kanë pasë që nuk shkojnë me Kurti. Lëvizja vetëvendosje... Po s'po ndoket e drejtë, për një me kur ata deklaratat i kanë që nuk ka qeverit me vetëvendosje. Kish pas interes me pas koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës edhe koalicion tamam për me koalicion 4 vjeçar, po jo me shpërbole dhe kënë që ka pas strategji dhe në koalicionin e parë kur e kanë pas koalicion shumë shkur. Kur një vetë kritik për opozit, Rama që ka nuk e ka nuk bëm ja unë gjitë. Si PDK-ja, si LDK-ja janë tregu qartë para e mas zgjedhjeve. Me Albin Kurtin jo për arsye që i kanë jep. Nuk e dim, PDK-s pas pari si ka bo ofert. Kës nuk i ka bo jo, ka dalë Bedre Hamza, ka dalë Bedre Hamza një ditë mas zgjedhjeve, ka thonë qeveri me LDK në qirat, po me vetëvendosjen jo, kam thonë para zgjedhjeve, po thonë mas zgjedhjeve. Që kjo është e vërteta. A kanë dëshira e kështu, edhe unë me supozu, ama mas i kanë deklarimin publike... Me lidhjen demokratike të Kosovës nuk e ka pas ofertën e sinqertë, sepse nuk bohet thirrja përmes letrave për koalicion. Praktika edhe lëvizjes vetëvendosje se cilës parti politike shkon, negociohet me parti politike fillimisht. Shkojmë koalicion, po s'na pëlqej ftesë, ama kanë thonë jo. Cila do që mbetet e treta do t'jetë pjesë e koalicionit në rast se nuk realizohet skenari 1?